tani ftesha për konsult nuk ka gjë të keqe, që të konsultohen, mund të konsultohen bilateral, pra aleancë LDK, trilateral me PDK-n, pra nuk është të keqe një ftesë për konsulta për një qeveri, e thashtë dhe njerë, pa të keqe, unë personalisht angazhohem për qeverinë e opozitës. Po nuk na pengon propozimi i LDK-s për konsulta për opcionin qeverisës në të ardhmen, pra personalisht unë angazhohem për qeverinë e opozitës. Apo bjen kjo që jeni të hapur megjithatë edhe për vetëvendosje, nëse jeni të hapur për këtë propozim të LDK-s? Jo, ndryshon, jo sheni, unë deklaroj hapur që angazhohem për qeverinë e opozitës. Është një qëndrim i shprehur edhe me kohë, edhe i argumentuam shumë pse, ndërsa ekziston një dallim, ne kemi autorizuar nënkryetaren tonë, që është edhe shefi e grupit parlamentar, Time Kadriaj, për konsulta me bashkëkryesuesin e seancës, në këtë rast zotin Dahari, edhe zoniushën Sala Jashari, në mënyrë që ta gjejmë zgjidhjen për ngërçin në parlament për konstituimin e kuvendit. Pa nuk ka ndryshim, nuk ndryshon qëndrimi ynë sa i përket qeverisë për qeverinë e opozitës, për shumicën e opozitës, po ashtu nuk na pengon ftesa e LDK-s për konsulta për qeverinë. Zoti Haradinaj, zoti Abdishiku tha që takimi ka kuptim për qeverinë unifikuese veç nëse marrin pjesë krejt partitë aty. Tash në atakim i cili synohet me qenë i përbashkët, duhet me marrë pjesë edhe lëvizja vetëvendosje. A merrni pjesë ju si aleancë në atakim ku është në tavolinë edhe LVP-ja? Jo.